A do të bëhet pjesë e qeverisë Aleanca për shqiptarët e Ziadin Selës? Njëri nga kryetarët e Vlenit, Bilal Kasami, thot se ka interes nga Sela, por sipas tij qeveria ka numra stabil. Megjithatë, Kasami thot se në rast nevoje janë të gatshëm për të biseduar. Ne vlerësojmë lartë interesimin e zotrit Ziadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Po thonë që ka interesim që zotrit Sela të fundet të... Ka mesazhe pozitive se do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim. Për momentin vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë. Për hyrjen në qeveri, Sela tashmë e ka bërë të qartë se ka kushte. Tarët nuk është subjekt politik dhe Ziadin Sela nuk është njëri që mund të fusish në qeveri nga një deriçke vogël, sepse edhe fizikisht jam gati 2 metra. Aleanca për shqiptarët është e gatshme që të flasë për temat politike, për çështje programore dhe të platformës, me këdo që është mandatari i qeverisë. Por nga ana tjetër, dhe unë vjen mirë që në i farforme e din aktorët politik, që me ne nuk ulet për të biseduar për ministrira, po me ne ulet për të biseduar për kushtetutën. Për perspektivën e eurointegruese, për gjykatën kushtetuese dhe badenterin gjykatë kushtetuese. Derisa po flitet për hyrje të reja në qeveri dhe rikonstruim të saj, nga ana tjetër opsion tjetër janë edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Vetë kryeministri Mickoski në një dalje publike tha se së shpejti mund të kemi zgjedhje të parakohshme.